Kush është ai që mendon që do shkoj të arrestoj apo t'i marrë telefonin? Shkoj të merr telefonin tani ta tregoj unë ty. Zbatohet neni posaçëm kundër teje për t'u arrestuar ti, si prokuror. Ta bën tani Saliu me Edin bashk. Pra, atë që e them tek qytetarët gjithmonë, normimi, ligjvënësi ka rolin më të madh në jetën politike të vendit. Dhe pse pikrisht të gjithë duan të bëhen deputet? Sepse pikrisht ligjvënësi normon ligje. Thuaj ti nuk e zbaton ligjin. Foto brenda vlla. Edhe kjo është për Spakun. Tani zonja dhe zotërit të Spakut bëjnë gati që mos ju vinë një skenar i Maqedonisë së Veriut që të shkojë dikush brenda për model. Përveç kësaj, BKH-ja në drejtoresha Iku ose drejtoresha Iku do vi tjetër. Kush do të vi? Nga radhët ku nga do vi? Nga hëna do vi në tokë? Nga radhët tona do vi këtu, nga shoqëria shqiptare. Fuqia më e madhe që ka sot Partia Demokratike është ndryshimet kushtetuese. Dhe gjën më të keqe që ka sot Partia Socialiste janë 83 mandate. Janë mandate të cilat në rast se do t'i mbaj deri në fund me kokfortësi do të jenë pasoja të rënda. Në rast se zoti Rama pranon të ulet dhe të bëjë negociat duke pranuar dhe kërkesat e opozitës në tërësi flas, pra mund të jetë Partia Social-Demokrate, mund të jetë Partia Mundësia, mund të jetë zoti Lapaj, mund të jetë zoti Qori, mund të jetë Partia Demokratike, duhet të shtrohen, të shikojnë situatën ashtu siç duhet, sepse zoti Rama nga përgjegjësia individuale nuk kishte asnjë përgjegjësi, por ata qytetarë që e votuan i dhanë përgjegjësinë individuale, plus kësajt edhe partinë. Dhe në rast se zoti Rama dështon dhe bëhet një Sali i dytë, sepse e di si është kjo politika jonë është komike. Pse? Thoni socialistët, Sali Berisha ai duhet kriminal, vrasës me pagesë në radhë gjitha të zezet, diktator, regjim dhe këto. Populli shqiptar tani vjen, edhe ato që thonit ju për Saliun, vjen edhe populli juaj, pjesërisht ju a jep juve të gjitha pushtetet. Drejtësi, lokale, të qendrore, legjislative, çfarë doni, ushtri, të gjitha e keni ju. Dhe ju akuzonit Berishën dhe pas 2 vitesh do shikosh që të gjithë këta do akuzojnë PS-n totalisht, edhe vetë disa media që i bëshin fresë PS-s. Sepse ç'a ndodh? Në raste të tilla që gjithmonë diktaturat ose sistemet totalitare kanë ardhur nëpërmjet zgjedhjeve. Nuk është se jam çuar sot në mëngjes dhe kam thonë, hajde çat karriget marrim edhe hajde aty të shkojmë bëjmë pushtet. Por jo, ajo ka ndodhur gjithmonë nëpërmjet zgjedhjeve. Tani a kanë qenë të drejtë apo jo, nuk është moment ta diskutojmë sepse duhet bëjmë analizë subjekt që kanë garuar, se unë s'kam garuar. Por ama, duke qenë në këtë situatë që jemi, Partia Socialiste do të jetë në një situatë që nuk do të justifikojë më as antarësim në Shqipërisë në BE, as mungesën e ujit, as mungesën e legalizimeve, as pensioni që e jep ato si kur jep qyle, pra si kur jep borxhe ose si kur jep ndere, se ai ka punuar 20 vjet ose 30 vjet në punë. Nuk është se po jep partia, ai vetë ka punuar. Partia është menaxhues, po ju nuk duhet të jetë shpërdorues, se këta me pushtet kanë qenë shpërdorues. Dhe çfarë do të thotë? Që kjo kosto që i është dhënë Ramës, Rama duhet ta punoj mirë, sepse kur bënte rastin e në marrëveshjes së 26 korrikut, Rama heshti, sepse ishte i kënaqur, se e dinte që do ta merrte. Pse e dinte do ta merrte? Sepse shifrat flasin vetë në politikë. Ndërsa Partia Demokratike shpresonte që do vinte. Dhe Rama tha, Partia Demokratike është ajo fajtor, dhe do ta psoj më keq se 96-ta. Por Rama nuk prisi që ta psoj aq.
E kupton? Rama prisi që do ta psoj, po jo kaq. E dinte ai një pjesë, po jo aq sa ishte, sepse Rama nesër kur Partia Demokratike thotë jore, unë edhe OJF bëhem dhe mbetem, dhe ty kur nuk të jap shans të firmosësh ti për Shqipërinë që të futet në BE. Do shkoj te Lapa ai. Po Lapa ai ç'a do japi? Japi vetëm për ligjin organik, po jo ndryshime kushtetuese. Do shkoj te Sheja ai, Sheja ç'a do jap? 2 ka. Do shkoj për ndryshime organike, jo kushtetuese. Ky tjetri, Çorri, 1 ka adhi, mbaroi edhe ky. Doshi 3. Doshi 3, po edhe ai nuk e plotson dot 94-ën. Pra i duhet patjetër Berisha. Dhe Rama tani ç'a do bëj? O do vazhdoj përçarjen brenda demokratëve, ashtu siç e ka bërë gjithmonë. O demokratët duhet të mblidhen, ta punojnë trurin, ta vendosin trurin në 2025, në 2027 dhe mos të rinë akoma në 2011 që kanë qenë pushtet 2010, 2009. Sepse për ndryshe Partia Demokratike, në rast se do ketë përçarje, Rama do thot fajin e kanë ata se unë i ftova dhe ato u përçanë dhe mua erdhen votat nga ata. Edhe do thot atyre, ju e keni fajin që ju më dhat votat të bëjmë ndryshime kushtetuese. Pra, që të mbarojmë këtë konkluzion të gjerë, duhet të kuptojmë që e gjithë kjo situatë që po ndodh sot në Shqipëri nuk është mirë për asnjërin. Jo për qytetarët, s'është mirë për asgjë, të ketë një parti 83 është të merr. Por për politikën shqiptare, pse? Se ai i cili do të merret me politikë nuk do shkojë më te partitë e mëdha. Se dihet që këto partitë kryesore do kenë një goditje. Sepse nga kaq shumë mashtrime dhe kaq shumë prapavije, kaq shumë grupime dhe kaq shumë konflikte të brendshme të eshtura, normalisht do të vijë ajo pakënaqësia. Por në momentin ku partitë e reja që janë bërë faktor politik në vend, kërkojnë kohë dhe terren, ato do bëjnë gjithçka që janë në parlament për të marrë besimin akoma më të gjerë të qytetarëve. Pra, partia Tom Doshit kishte 30.000 vota në 2021-shin, 50.000. Dhe brenda 4 vitesh mori po njësoj të 3 deputet. Me sistem tjetër ishte atëre, me sistem tjetër tani. Pra mbajti atë statutin e vet, pra 3 mandatet që kishte. I mbajti. Ndërsa partitë e tjera do punojnë po me të njëjtin sistem, pavarësisht se po propozojnë ndryshim sistemi, që të punojnë të marrin akoma më shumë terren. Tani Rama ka një problem dhe ka një hall. Dhe halli është ky. Jo te PSD-ja. Halli është e Qorri. Në rast se zoti Qorri do të vazhdoj politikën e tij të majt, është e sigurt që zoti Rama mund të ketë një ulje të elektoratit besnik ndaj socialistëve, sepse duhet të dallojmë midis socialistët, rilindasit dhe interesatgjit që janë në Partinë Socialiste. Pra, ato 800.000 e sa kusur vota nuk janë të socialistëve të gjitha, kupton? Janë socialistët, i ke ata të cilët i ke diku tek 600.000 vota, i ke ato i ke socialist, ke rilindasit të cilët i ke pas 2013-ës që janë të atashuar dhe integruar nga partia e lirisë që zëtë Rama një vota që janë gati të vizhin. Këto, pra, 200.000 me 300.000 vota, ta kesh të sigur që lëvizin gjithmonë. E shikon Partia Demokratike 500.000. Po Partia Demokratike historikisht ka marrë 500.000. O erdë Byllikbashi ku je, o as, që ke bërë Ramën në mbret. Po t'isha unë ekspert i komisionit, do thënë, më falë zotri, po si do shkosh ti mërë zotri me këtë sistem, kur ti e di që historikisht Partia Socialiste, përjashtim të një rasti, Partia Demokratike, përjashtim të një rasti, votat e sajt originali janë deri në 500.000. 550.000, hajde shtoj. Ndërsa Partia Socialiste gjithmonë ka qenë 600.000, 660, hajde shtoje tani që është në pushtet normalisht se ka interese, në kupton.
Ka interesat gjithë, ka rilindasit, ka socialistët, ka edhe njerëz të tjerë. Inercia e pushtetit. Po, çfarë do të thotë tani? Do të thotë që ai nuk e kishte analizuar mirë. Tani ka qenë nga paaftësia apo nga qëllimi? Këto të dyja unë ftoj demokratët të shikojnë. O Erdë Burrukbashi për të herë të pestë ka dështuar nga paaftësia, është e rrezikshme. Ka dështuar apo ka qenë e qëllimt, po e rrezikshme. Dhe mos më shkoni mua të më merrni gazetarët, sikur gazetarët ju bërën juve humbjen. Gazetarët i çuan në SPAK të dy. Pa mirë, lerë, s'ka rëndësi se tani atë tjetrin se di, ai akoma nuk është deputet, duhet të dalë certifikimi pastaj bëhet deputet. Belin atë kë çuan. Palokën edhe Balliun, po. Po, Paloka është deputet, ai është në SPAK. Sa Balliu është në gjykatën e zakonshme, sepse ai duhet të sa për të dalë certifikimin, shikoj edhe sekretin tani. Policia ka bërë fakt të kryer, e ka çuar direkt. Tani policia është bërë policia partisë. Në aspektin politik kemi drejtësia e partisë, mbaroi tani policia e shtetit. Tani policia e partisë edhe mua edhe ty mund të procedojnë në çdo moment. Pse? S'më pëlqeu këtë që tha avokati. Qa? Se non në rendin juridik. Procedim penalo. Mbaje mend, do kemi procedime të tilla të kohës së enverit. Unë e them edhe kam bindje të plot të gjë, do procedohemi edhe për diçka që s'ka fare, nuk ka fare lidhje me atë që është, po do procedojmë sepse partia e ka nevojë këtë gjë. Dukuruar mos ndodh kjo dhe duke të falenderuar për analizën, skenarët dhe këndvështrimin ndryshe, avokatun të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe uroj çdo gjë mbar e mirë, por e vërteta gjithmonë është e hidhur, por është e vërtetë.